Tirana u kthye këtë të premte në kryeqendër të Ballkanit për samitin rajonal. Plani i rritjes, rruga në Bashkimin Evropian, një takim i rëndësishëm që synon të nxjisë reformat dhe bashkëpunimin mes vendeve të rajonit drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Komisionerja për zgjerim Marta Kos dërgoi një mesazh të qartë për liderët. Shtëpia juaj po ju pret. Ju jeni pjesë e Europës dhe tani do duhet ta bëjmë këtë edhe në formë institucionale. Objektivi që kemi është që të gjithë ju të ecni përpara në sinkron. Të gjithë vendet e rajonit duhet të bëjnë pjesë e Bashkimit Evropian me të drejta të plota. Në qershor do të kemi një raund të dytë të raportimit, skadimin e periudhës së 1 vjeçare, të pritjes së mëtejshme për reformat e papërmbushura dhe rrezikon pothuajse 300 milion euro të destinuara për vendet tuaja. Kryeministri shqiptar Edi Rama ripërsëriti qëndrimin e qeverisë shqiptare duke theksuar se Shqipëria nuk kërkon lëmosh, por demonstron gatishmëri dhe rezultate konkrete. Ballkani Perëndimor nuk po kërkon dere, dhe kjo është diçka që mund të ndihet, e mund të dëgjohet. Askush nuk po thërret për të shpërblyer me ëmbëlsira, gjithkush vjen me krenari për të ofruar vlerë dhe për të ofruar mundë djerës. Fal Zotit nuk duhet gjak. Ne nuk po lutemi për të hyrë në BE, nuk po kërkojmë lëmosh, po provojmë çdo ditë se jemi gjithmonë më gati. Ne thjesht po flasim, po japim rezultate. Nuk ka variant të një Europë më të fortë me një Ballkan më të dobët në mes të saj. Në samit morën pjesë edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, i cili përveç pritjes së ngrohtë nga Rama, u bëri thirrje të gjithë liderëve të rajonit për bashkëpunim dhe përmbushjen e reformave të përbashkëta. Në konferencën për shtyp, Marta Kos komentoi dhe raportin e OSBE Odirit për zgjedhjet parlamentare të 11 majit. Zgjedhjet kanë qenë të lira dhe të ndershme. Është mirë kur marrim sugjerime për përmirësime dhe kjo është një gjë e mirë për Shqipërinë dhe Bashkimin Evropian. Samiti pati si objektiv dhe formimin e nismave të reja me ndikim për qytetarët dhe biznesin, duke nxitur bashkëpunim ekonomik dhe politik rajonal. Takimi u mbyll me foton familjare dhe me garancinë e Marta Kos se rajoni është më i vëmendshëm se kurrë në Bruksel, duke theksuar se integrimi evropian kërkon përkushtim dhe rezultate konkrete nga të gjitha vendet e Ballkanit.